Edhe këtë vit kosovarët rezultojnë më të lumturit në rajon. Sipas raportit botëror të lumturisë, Kosova mban vendin e 29 në listën e 147 shteteve më të lumtura. Në ditën ndërkombëtare të lumturisë kemi pyetur qytetarët se çfarë i bën të lumtur ata. Çfarë më bën mua të lumtur është natyra, jo vetëm unë ashta, po edhe njerëz tjerë, edhe fëmijët. Edhe mesazhi jam është që me marr kohë, me marr fëmijët me dalë sa më shumë në natyrë, mi shiu rrezet e diellit, edhe mi shiu nashta edhe një kafe. Domethënë lumturia është në sende të vogla, me gjetë domethënë mesazhe të vogla për me e shiu çdo gjë. Një tjetër qytetar thotë se lumturia është në të gjitha sferat. Të lumtur mas pari na bën shëndeti, që gëzojmë, elhamdulillah te tash, mirë. Atëherë lumturia gjithandej. Nuk është lumturi veç po në tana ondë. Kështu që shëndeti numër 1 mas pari, atëherë edhe rrethi e çashtu gjitha me radhë. Edhe koha, shqyr koha për merë mirë tash për cilen. Kështu që mirë është dita ndërkombëtare e lumturisë, inshallah gjithë janë të lumtur. Edhe na, edhe ju, edhe gjithandej kush është. Duke treguar për ata që e bën të lumtur, një qytetare përcolli mesazhe të bashkëmoshatarët e saj dhe të gjithë njerëzit që të dhurojnë lumturi. Sot si e përmendët edhe është dita ndërkombëtare e lumturisë, mu më bën të lumtur familja ime, rrethi im i shoqërisë, gjithçka që më rrethon mua, si moshatare, edhe një mesazh që ndoshta e kisha përcjell te gjithë moshatarët e mi, po ndoshta edhe në përgjithësi e njerëzit, kish me qenë që dhurojnë lumturi çdo ditë. Me 12 korrik të vitit 2012, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 20 marsin si ditën ndërkombëtare të lumturisë, duke njohur lumturinë si aspekt shumë të rëndësishëm dhe të përbashkët për të gjithë njerëzit.